Në Pallatin e Kulturës në Librazh është shkelur ekspozita personale e piktorit të njohur Samir Roçi me titull domethënë 70+ një udhëtim përmes mbi 6 dekada të krijimtarisë së tij artistike. Në kujdesin e kryetarit të Bashkisë së Librazhdit, kjo ekspozitë është një homazh për rrugëtimin e gjatë të një artisti që ka lënë gjurmë të thella në jetën kulturore të qytetit dhe më gjerë. Samir Roçi, i njohur për qetësinë, përkushtimin dhe dashurinë ndaj artit, në këtë retrospektiv vjen me kujtime që i përkasin periudhës 1969-2025, duke dëshmuar për një jetë të tërë kushtuar ngjyrës, formës dhe shpirtit të njeriut. Kjo është një nga ekspozitat më të bukura në fakt që ne kemi hapur në Pallatin e Kulturës, për vetë vitet që mban profesorin Bisupe, përveç asaj që s'mund ta përmendim që kemi pothuajse një nga piktorët më të mirë që për Librazhin ka bërë kaq shumë qoftë për historinë, qoftë për këtë nga zhanri i pikturave, duket që profesori ka prekur gjitha gjinitë e artit, portretin, skicat, grafikat, pothuajse të gjitha, por megjithatë unë mendoj që kjo është një vlerë për qytetin dhe do ngelet. Pasi profesori nuk është një emër që nuk njihet, ka nxjerrë breza të tërë artistësh dhe është i respektuar në këtë qytet nga të gjithë. Për mua e quaj fat si përgjegjëse e Pallatit të Kulturës që pata fatin të bashkëpunoj me ish profesorin tim dhe ndërkohë me një piktor si Samir Roçi që nuk më flas më tej sepse punimet u pan dhe gjithçka qytetarët e vlerësuan me ardhen e tyre dhe vazhdojmë, e kemi të hapur deri në datën 4. Ndoshta do ta shtym sepse po ka shumë kërkesa që po vinë edhe nga Tirana, njerëz që kanë marrë vesh dhe mendoj që për qytetin është një vlerë emra të mëdhenj si profesor Samir Roçi. Pikërisht ishin 3 punime, shkaku që unë çela ekspozitën retrospektiv. Ishte një kompozim që kisha me vallet edhe me atë haren hotolishtase. Kisha një pikturë peisazh të vendlindjes time, mangjërisht i hotolishtit, edhe një pikturë tjetër, nëna ime me mua 1 vjeç në krah, me një reminiscencë nga Rafael Santi, Madonna të Rafael Santi. Ky fotografi që ishte bërë në atë kohë këtë pikturë, e kishte patjetër këtë kulturën e rilindjes italiane. I njihte pra ata piktorë të rilindjes, Leonardo, Botticelli, Rafael Santin e tjerë. Pasë shumë pikturat ishin me laps? Lapsin unë e kam dobësin time. Jam mahnitur fillimisht kur isha në hotolisht, kur na erdhi profesor Sotiras Kuqali dhe filloi të na jap mësim, po me këto modele të punuara me laps, zdrukthi, çekiçi, sende të ndryshme, jam mahnit. Për herë të parë, pra aty e mora ngacmimin që u bëra piktor. Ka pasë i keni trajtuar gjitha epokat nga Lindja? Me thënë të drejtën, mua më ka ngacmuar shumë identiteti shqiptar. Domethënë qysh nga historia dhe deri tek puna, domethënë tema e punës, tema e luftës, tema e historike, qytetet e ndryshme shqiptare, por omalet e Shqipërisë dhe lisat e gjatë, fushat e gjera me lule që kam ndërmendit e natë. Pra, ky është formimi im. Kompozimi si gjini në artet pamore, mua më ka ngacmuar shumë. Qysh në liseun artistik, kam aty një vizatim të vogël me mbjelljet e pranverës, një skice vockël fare, punë e hershme, pra qysh në atë kohë kam filluar të kompozoj në pikturë. Edhe kompozimi, kam edhe një kompozim tjetër, Korja e Misrit, pastaj vinë temat të ndryshme që nga, për shembull, në midis Dardhës dhe Spatharit është një gurë që quhet guri Skënderbeu. E trajtoa në formë kompozimi ose në formë ngacmuese këtë temë dhe kam një punim me spatët. Pra, siç e thash për kompozimin, kompozimet më kanë tërhequr edhe më kanë interesuar gjithmonë. Golomara, Çemenikasit, mes minatorëve, minatorët,
brendimi njëre, etj. Po, natyrisht, në atë kohë kur ne merreshim pjesë në aksion dhe direkt në këto aktivitetet të kohës, në këto ndërtimi e kurudhës në librazhdin Prenjas. Puna e jashtëzakonshme nëpër minjera, puna e jashtëzakonshme nëpër kooperativa. Këto mua më kanë interesuar dhe jam munduar që ti trajtoj artistikisht. 70+ nuk është vetëm një ekspozit, por një rrëfim i gjatë i një udhëtimi artistik, ku çdo tablo flet për kohë, kujtime dhe përvoja që kanë ndërtuar identitetin krijues të autorit.